Do fillojmë nga e para, domethënë duhet të bëjmë nuk është mirë të relativizojmë gjërat, pra komunikimi dhe marrëveshja politike dallojnë shumë si terme. Ne komunikojmë me gjithë secilin, pra në parlament komunikojmë me deputet, domethënë në restorane, në bife, në hollet, në parlament, në institucione tjera. Gjatë përditshmërisë, pra të takohemi, flasim se fundit s'kemi hasmëri, as nuk jemi në betejë, në luftë të vërtet, pra dhe komunikojmë me secilin që komunikon me ne. Dhe unë nuk shef domethënë që komunikoj me gjitha subjektet politike, përshëndetem, flas, mund të pi dhe kafe, mirë po kjo është komunikim. Ne mbram domethënë e ftum zotin Taravarit të reflekton sepse flitet dhe ka informata dhe vete ka vërtetuar që ka bisedime me zotin Ali Ahmeti me Bashkimin Demokratik për Integrim. Pra, brenda Vlenit gjithçka është e lejueshme, gjithçka është legjitime, edhe për ndërtim pozicionesh, edhe për ndërtim idesh, edhe për gjithçka që ka të bëjë me projekte politike, mirë po demokracia ka një rregull. Pra, debatohet për e kontra, udhen argumentet në tavolinë, dhe në fund nëse mbi votohesh, pra shkon propozimi i shumicës në atë rast. Mirë po kjo nuk do të thotë se nëse nuk mirësh vesh të shtëpia, duhet të shkosh domethënë me qëndrime tek Bashkimi Demokratik për Integrim. Pra, duhet ta them se Vleni është formuar si antipod i BDI-s. Votat i kemi kërkuar për ta sjellë ndryshimin, për ta sjellë rotacionin politik, dhe këtë e vlerëson edhe zoti Taravari. Mirë po me që kemi marrë votat, kemi marrë përgjegjësinë, duhet i dalim zot kësaj pune, sepse asnjëri prej neve nuk i kemi fituar këto vota vetë. As Lëvizja Demokratike, as ajo gjysmë e aleancës, domethënë për shqiptarët, as Besa, as Alternativa, as Vetëvendosja, po gjithë bashkë dhe ka një kvantum votash të cilët nuk janë të përcaktuar partijakisht, po kanë votuar për ndryshim, kanë votuar për rotacion politik, për konkurrencë politike. Dhe nëse kemi parasysh këtë, atëherë kur në kohë të vështirë jemi bë bashkë, nuk është mirë tash pra në kohë stabile, të relaksume, tash të ndahemi vetë. Pra edhe publikisht pra e ftoj të reflekton zoti Taravari, është pjesë e Vlenit, e dëshirojmë brenda Vlenit, qytetarët votuesit kërkojnë që subjektet të shkrihen në një subjekt të Vlenit, që të ketë 2 tabore politike në kampi politik shqiptar, kjo është opsioni më i mirë, të ketë konkurrencë mes shqiptarëve, pra mos jetë një subjekt, mos janë as 10 subjekte që të përçahet dhe digjet vota shqiptare, pra të ketë 2 tabore, pra tabori më i fuqishëm është Vleni, ku e ka vendin Aleanca për Shqiptarët e zotit Taravari, ku e dëshirojmë, mirë po është koha e fundit pra të tërhiqet prej bisedimeve me Bashkimin Demokratik për Integrim. Nuk mundet pra të jetë edhe pjesë e Vlenit edhe të bisedon me Bashkimin Demokratik për Integrim. E dyta, pra është proces, nuk është me rëndësi se cili do jetë kryetari, ka vende aty domethënë për në udhëtësi, dikush do jetë kryetar, dikush sekretar, dikush nënkryetar, pra nuk është koncept për i bajraktarizmit, është pra thirrje nga qytetarët, thirrje nga votuesit, që shqiptarët duhen pra si edhe në Shqipëri, Kosovë, apo edhe si te pala Maqedone, të ketë 2 tabore dhe tabori i të ardhmes, tabori i ndryshimit, tabori i perspektivës është koncepti Vlen. Beshe. Значи тоа што го кажав и вчера, atë që e thash dje. Duhet të definojmë çfarë do të thotë komunikim dhe negociata. Ne jo vetëm me Musa Xhaferin dhe Fatmir Dorën, unë në kuvend mund të flas edhe me një deputet të Levicës, me LSD-n, me VMR-n, sepse fundja ne nuk jemi në luftë, por bëjmë betejë politike, koncepte politike. Problemi është se zotëri Taravari vetë konfirmoi se po negocion me zotëri Ahmetin. Edhe një herë vërtetoi, Vleni është themeluar si antipod i BDI-s. Vleni është themeluar që të sjellë ndryshime në bllokun shqiptar, sepse 20 vite kishte monopol nga një parti dhe ishte koha në bllokun shqiptar të ketë konkurrencë të ideve, të programeve, të platformave dhe në bazë të këtyre bazave, themeleve,
është themeluar vlen për të ndryshuar, për të sjellë ndryshime. Prandaj edhe një herë i bëj thirrje të reflektoj për shkak se nuk mund të jesh pjesë e vlenit dhe të negociosh me Zotëri Ahmetin dhe me BDI-n. Për shkak se atëherë humb sensin ndryshimi, humb sensin ndarja në dy koncepte politike. Kurse për vërejtje tjera se është mbi votuar, por në këtë rast është mbi votuar nga 4 subjekte për shkak se propozimi i tij ishte të shkohet me lista të veçanta nga vitet 90 e deri më tani ka pasur qindra koalicione në Republikën e Maqedonisë së Veriut, por asnjëherë nuk ka ndodhur që në qeveri të jenë bashkë dhe në zgjedhje lokale të jenë me lista të veçanta. Argumenti i dytë politik është se listat e këshilltarëve sistemi dëntojt, ne si jemi tek të mëdhenj, në vend që të shfrytëzojmë votat që do të digjen tek partitë e vogla, ne kërkojmë prej të mëdhenjve të transferojmë tek të veçlit. Dhe kjo nuk është në interes të vlenit, por shkon në favor të një partie tjetër politike. Kjo nuk do të thotë se për ideja tjera mund të votojmë ndryshe. Se nuk do të pajtohem me Kasamin, nuk do të pajtohem me Zeqira Ibrahimin, kjo është pjesë e demokracisë. Prandaj ka debat, nxirren në tryezë argumentet, por në fund ka votim dhe nëse mbi votosh duhet ta respektosh konceptin, idenë që mbi sundon dhe që voton shumica. Lidhur me atë kush do të jetë lideri i vlenit, është më pak e rëndësishme. Këtu jemi për konceptin e vlenit. Ne kemi dëshmuar se dim t'i dëgjojmë qytetarët, dim t'i dëgjojmë votuesit. I kemi dëgjuar dhe kërkesa e tyre ishte që të shkrihet opozita në një parti nëse duam të jemi faktor relevant dhe t'i çojmë përpara procesit, siç i çojmë proceset sot si pjesë e qeverisë. Gjithashtu kërkesa e tyre për moment është që vleni të jetë një parti politike e jo të jetë 5 parti në një vend. Dhe mendoj se këtë e ndjekim dhe mendoj se jemi në rrugën e mbarë, kurse kush të dohet pozitat të udhëheqëse, kush do të kryetar, nënkryetar dhe sekretar, këtë do ta lëm procesit dhe organeve. Mikrofon. Këto negociatat për shkrirjen e vlenit në një parti dhe si komentoni deklaratat e fundit të Taravarit që thotë se nuk ishte qenë në dijeni të këtyre bisedimeve serioze për shkrirjen e vlenit në një parti. Pra, do përsëritem këtu, ideja për vlenin dhe për shkrirjen ka qenë prej fillimit. Po ne as kemi desh ta sforcojmë idenë, as ta çojmë në harres. Pra kemi presim momentin e volitshëm, dhe më thonë në harmonizim të strukturave partijake, të ideve, të programeve dhe për ta bë vlenin një subjekt. Mendoj se është moment i volitshëm për të bë hapin e radhës, pra drejt shkrirjes. A do jetë shkrirja prej lart apo prej poshtë, është çështje procesi. Ne pjesërisht për hir të vërtetës këtë proces të shkrirjes vetëm e kemi filluar vitin e kaluar. Sa për informim, qendra për informim, pra nuk është e subjekte partijake, po është e vlenit në përgjithësi, ku marrin pjesë gjitha subjektet, edhe zoti Taravari me Aleancën. Ne kemi komisionin kadrovik, pra i cili përbëhet edhe nga zoti Taravari, nga përfaqësues edhe nga Aleanca dhe nga gjitha tre subjekte tjera. Pra poshtë edhe organizimin e PR-it është i përbashkët. Pra, prej poshtë më veç ka filluar shkrirja e vlenit dhe kjo nuk mund të mohohet sepse për këtë ka fakte. Mirë po, këtë ka shpejtu edhe kjo proces, sepse nëse zoti Taravari mendon që mund të ketë 2 opsione dhe për ta parandaluar domethënë shpekulimet dhe për dalë me vizionin e qartë, ne thamë që është koha mo të mbyllim këto tema, domethënë
të ndarjeve, po të shkojmë drejt bashkimit, drejt unifikimit, drejt ndërtimit të Vlenit si një koncept politik, i cili pra ka marrë 107.000 vota në zgjedhjet e kaluara, që është rekord vota të opozitës shqiptare në historinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, edhe duke pas parasysh se 8 vitet e fundit ka pas migrim të hatashëm pra të rive, përkundër kësaj Vleni duhet si opcion fitues me mbi 100.000 vota shqiptare. Pra kjo është përgjigja për këtë. Ma mislim da ka slično. Është e ngjashme për hir të së vërtetës, zotëri Taravari është informuar për këtë. Tërë kohën kemi diskutuar a duhet të filloj Vleni të shkrihet prej lart apo prej poshtë. Ne prej poshtë tashmë funksionojmë si Vlen në disa pjesë, siç është komisioni kadrovik ku ka antar zotëri Taravari, unë dhe të tjerat. Është komisioni i përbashkët kadrovik gjithashtu, qendra e informimit që funksionon në suazat e Vlenit, gjithashtu e Vlenit, jo e lëvizjes, aleancës e kështu me radhë, po të gjithë jemi brenda. Ka edhe trupat e tjerë partia, këto ishin hapat e parë drejt shkrirjes në një subjekt politik, Vlen. Nuk është ide, por kjo ide është që në fillim atëherë as nuk donim të përshpejtojmë procesin, as mos ta harrojmë. Prandaj vlerësuam me këto ngjarjet e fundit, ku zotëri Taravari qartë publikisht tregon se ka 2 opsione, vendoset si partner e jo pjesë e Vlenit, mund të negociojë me Vlenin edhe me BDI-n. Dhe në këtë situatë kemi vlerësuar që është koha të paktën pjesa tjetër e Vlenit të mbyllim temët e partive të vogla politike, ta themelojmë Vlenin si alternativë e shqiptarëve që i sollin ndryshimet, që fitojnë në zgjedhjet e fundit, që do t'i çojë përpara ndryshimet, që t'i ndjejnë të gjithë qytetarët. Zotëri me cilin do të lidhe me këtë, është e qartë se problemi është në Vlen, nuk është në qeveri mes partnerëve të qeverisë, sepse Mickoski dhe Taravari thonë se nuk ka problem. Edhe ju thoni që nuk ka problem në qeveri, që do të thotë se Taravari shpreh vullnet të mbetet në këtë qeveri. Çfarë nëse ai ndahet nga Vleni? Ju si Vlen a jeni të gatshëm për partner të dytë shqiptar në qeveri dhe ato të ketë shpërndarje të re të numrit të ministrave me të cilët i posedon partneri shqiptar, sepse Taravari kontrollon 4 apo 5 deputet në kuvend. Mendoj se pyetja është për zotëri Taravari. Ai duhet të përgjigjë për këtë. Edhe një duhet të konfirmoj, ne në Vlen jemi të bashkuar. Nuk kemi opsion tjetër. Opsioni i vetëm është Vleni. Taravari duhet ta tjetë i prerë. A do të jetë pjesë e Vlenit apo është në bisedime me BDI-n. Edhe njëra edhe tjetra nuk mundet. Le të përgjigjet ai pa pas unë do të përgjigje. Negociatat me BDI-n do të thotë se mund të ketë edhe faktor nga BDI. Atëherë do të bie ndesh me politikat e qeverisë. Flasim deri dje kemi evituar unë dhe ai nga BDI që nuk ishte në këtë drejtë, dhe tani një BDI që është në listat e zeza me gjysmë kryesi të mbyllur apo të arrestuar për korrupsion, bashkëpunimi me ta nesër pas nesër duhet të edhe ata do të kenë kërkesë të tyre. Pyetja, a është e pranueshme për ju që nëse zoti Taravari e lëshon koalicionin të vazhdoj të qëndroj në qeveri? E para, pra duhet përgjigjen të jap zoti Taravari. Mandej dëshojmë tjera. Edhe një pyetje tjetër, a dështoi takimi i mbrëmshëm duke qenë se Jo. zoti Taravari nuk mori pjesë? Jo, kish përfaqësues të Aleancës për Shqiptarët, ishin zoti Arben Fetau, zëvendëskri ministri Halil Sofçë, shefi i grupit parlamentar i Vlenit dhe Bleranti, domethënë sekretari gjeneral. Kemi bisedu, kemi debatu për këto tema, por çështja e parë e cila duhet mbyllet është ajo. A jemi me një opcion në Vlen apo kemi më shumë opsione?
Jedno prašanje koje Një pyetje lidhur me ekologjinë. Çfarë informacione ka ministria e juaj lidhur me derdhjen e materieve në Krivarek nga kompania Bullmark që ekonomizon me minierën? Mendoj që kishte konferencë drejtorisht e inspektor, është shqiptuar gjobë dhe i presim analizat e fundit për qëndrim përfundimtar. Taravari në një deklaratë për media tha se nëse vleni bashkohet, alianca është e gatshme për bashkëpunim me vlenin. Cili është qëndrimi juaj? A dëshiron Taravari bashkim apo jo? Këtë pyetje do t'ja parashtroni Taravarit. Unë e shoh si pjesë të vlenit, por dua që të reflektoj dhe të ndërpres bisedimet me BDI-n, për shkak se nuk ka kuptim të jetë pjesë e vlenit dhe të ketë bisedime me BDI-n. Përndryshe, deklaratat nëse nuk merret vesh me vlenin do të del vetë në zgjedhje dhe diku do të bashkëpunoj me BDI-n, diku me vlenin, mendoj që teoria politike nuk e lejon këtë as praktika. Në disa komuna do të rrihemi, në Saraj do të rrihemi, kurse në komunën tjetër nga antarësia ime të kërkoj të mbështesin Taravarin. Kjo nuk ka kuptim. Prandaj, kërkoj edhe një herë me trupat e tij të partisë, organet, ti shqyrtojnë këto vendime, deklarata të jemi të pastër. Para nesh kemi program qeveritar, projekte të rëndësishme për qytetarët dhe mendoj që sa më shpejt që mbyllën këto dilema është më mirë për ne.